partner ndërkombëtar nëse mund t'i them, janë ambasada angleze, me të cilën unë bashkëpunoj dhe supportojmë tani sa vite, këtë udhëzim dhe më herët. Ambasada britanike në Kosovë ka hedhur poshtë fuqishëm pretendimet se kjo ambasadë ka përkrahur kandidaturën e Feride Rushitit për presidentet e Kosovës, emër ky që u propozua nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti, por që dështoi të zgjidhet. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar bëri të ditur për lajmin se nuk kanë asnjë rol në propozimin apo mbështetjen e ndonjë kandidati të caktuar në Kosovë dhe nuk e ka bërë një gjë të tillë. Kësaj ky deklarim e ambasadës britanike nxori në pa të vërtetën se në fakt Kurti dhe Rushiti gënjyen hapur mbrëm qytetarët derisa flisnin kinse për përkrahjen që Rushiti kishte marrë edhe nga ambasadat e huaja. Kryeministri tani më në detyrë Albin Kurti dhe e propozuara për presidente Feride Rushiti dole në konferencë në mesnat në presidencën e Kosovës. As Kurti në rolin e presidentit e as Rushiti e zgjedhur në këtë post në fakt nuk kishim se shfaqeshin në një vend të tillë ku do të duhej të dilte vetëm presidenti i zgjedhur i kuvendit të Kosovës. Por përpos paraqitjes para media kur Rushiti deklaroi se kinse ka kandiduar për të nxjerrë institucionet tona nga ngërçi i bllokadave të njëpasnjëshme, pas ka gënjur edhe kur ka thënë se ambasada britanike mbështeti kandidaturën e saj për presidente të vendit. Rushiti nga foltorja për media e presidencës së Kosovës tha se përkrahjen dhe mbështetjen për të marrë postin e parë të shtetit e kishte marrë nga partnerët ndërkombëtar, duke ju referuar në veçanti ambasadës angleze. Madje Rushiti përpos kësaj tha se një ide të tillë për të kandiduar e kishte pasur edhe më herët nga këto ambasada, por se menjëherë nuk e kishte trajtuar seriozisht deri më tani. Pas mos arritjes së gjetjes së zgjedhjes për çështjen e presidentes, që prej sot qytetarët e Kosovës vetë se do të nisin e të dëgjojnë deklarimet e fushatave të politikanëve tanë që po bëjnë gati për zgjedhje të jashtëzakonshme. Partner ndërkombëtar nëse mund t'i them, janë ambasada angleze, me të cilën unë bashkëpunoj dhe supportojmë tani sa vite, këtë udhëzim dhe më herët. Ambasada britanike në Kosovë ka hedhur poshtë fuqishëm pretendimet se kjo ambasadë ka përkrahur kandidaturën e Feride Rushitit për presidentet e Kosovës, emër ky që u propozua nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti, por që dështoi të zgjidhet. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar bëri të ditur për lajmin se nuk kanë asnjë rol në propozimin apo mbështetjen e ndonjë kandidati të caktuar në Kosovë dhe nuk e ka bërë një gjë të tillë. Kësaj ky deklarim e ambasadës britanike nxori në pa të vërtetën se në fakt Kurti dhe Rushiti gënjyen hapur mbrëm qytetarët derisa flisnin kinse për përkrahjen që Rushiti kishte marrë edhe nga ambasadat e huaja. Kryeministri tani më në detyrë Albin Kurti dhe e propozuara për presidente Feride Rushiti dole në konferencë në